Këto do të vazhdojnë të jenë të zemëruara. Hailey Bieber i përgjigjet raportimeve që po divorcohet nga Justin Bieber. Me një deklarat publike, Hailey Bieber vendosi të jap fund thashë themeve për një krizë në martesën e saj me Justin Bieber, duke u përgjigjur ashpër kritikëve që kanë ricikluar skenar ndarje për çiftin prej vitesh. Duke folur për Vogue, ajo tha se kishte një ndjesi se raportimet do të ndaleshin në një moment pasi të gjithë mund ta shihnin se ajo mbetej e lumtur me bashkëshortin e saj. Megjithatë, kjo nuk ndodhi as pas ardhjes në jetë fëmijës tyre të parë. Mendova se pas 7 vitesh kjo do të kishte ndalur, por nuk ka ndalur. Do të prisja që pasi të kishim një fëmijë, njerëzit vazhdonin përpara të relaksoheshin pak, por jo. Këto ndoshta do të vazhdojnë të jenë të zemëruara, tha ajo. Ajo zbuloi se amësia ja ndryshoi rrënjësisht personalitetin, duke e bërë më të vendosur dhe më të ndershme. Më parë nuk më pëlqenin fare konfliktet. Nuk ishte e lehtë për mua të shprehja se çfarë më shqetësonte ose kur dikush i tejkalonte kufijtë e mi. Por tani ndihem shumë më e qartë kur them, e dini çfarë? Kjo nuk më përshtatet mua. Në të njëjtën linjë, shoqja e saj e ngushtë, Kendall Jenner, konfirmoi për revistën stilin e rritjetesës saj, e shoh këtë çdo ditë tek ajo. Është e mrekullueshme ta shikosh. Pavarësisht fuqisë së saj të sapo gjetur, modelja pranoi se tani lejon vetes të ekspozohet emocionalisht. Qaj shumë më tepër se më parë. E lejoj veten të ndihem të mos je mirë dhe të jem në gjendje ta shprehapur këtë para miqve të mi. Tu them atyre, jam e humbur sot. Çifti u bën prindër për herë të parë në gusht të vitit 2024, ku mirëpritën e djalin e tyre, pavarësisht se i rinovuan zotimet e tyre disa muaj më parë. Në maj, thashë themet për divorc jo vetëm që nuk u ndalën, por u ndezën edhe më shumë.